Thotë Ibn Kaimi wa kathirun ma yaqtarinu ahaduhuma bil akhar wa la yufarq. Të shumë njerëz Allahu na ruajnë ban bashkë të dyja, gafleti, shkujdesa ndaj Allahut, botës tjetër, edhe pasimi i epsheve. Edhe këto dyja po thotë e kanë çrregullu botën, edhe kanë çrregullu njerëzimin. Pra ki gaflet, ki shkujdesje, nuk i më mësu për Allahun, nuk i më mësu për fenë e Allahut, edhe ki më deviju pastaj, si rezultat i ignorancës, si rezultat i padijes. Ndërsa pasimi i epsheve, në moment që është prezent tek njeriu, kjo nuk të lën me pasu të vërtetën. Se e ki nefsin, e ki shejtanin që nuk lën. Po ti mundesh me e njoft hakun kon, e din mirë po nuk punon. Nuk punon, pse se je pasues i epshëm. I pason tekat e shpirtit ton. Ato gjana të cilat thret shpirti, nefsi yt. E kështu je prej atyre që Allahu thot, ghayril maghdubi alejhim, me cilët Allahu është i zemrum. Siç nga thënë dietar, el maghdubi alejhim, kush janë ata që i ka përmend Allahu në surën Fatiha, thot ata që kanë dije, din, mirë po nuk punojnë me to. Ajeti ka zbrit për një kategori të caktuar me njerëzve, mirë po nuk do të thotë edhe se nuk është çortim për tjerë, që i ngjasojnë aty në pastaj. Po njerëzit i pasojnë epsh. Zhytën vonë epshet e tyre në gjana të cilat i thrasin shpirtrat e tyre. E din ku është e vërteta, kanë lexuar, e kanë dëgjuar, mirë po, e din vonë çfarë mirësie kanë nëse e pasojnë të vërtetë. Edhe çfarë dënimi kanë nëse shmangun nga vërteta, mirë po nuk e pasojnë. Për të arsye vëllazër, Allahu është i zemruar me ta. Ndërsa ad-dallun, devijum të lajthiturit kush janë? Janë ata që nuk kanë dije, vëllazër. Nuk kanë dije. Von e adhurojnë Allahun çka pa dije. Kështu që këtë veprat i kanë dalal. Von çka i kanë devijim edhe në humbje. Ata që çta po mënohet të Ibn Kaimi në asharu. Po do të kur shkujdesja në raport me Allahun, të mos shkoj defekti, në aspektin teorik, bëhet bashk me pasimin e epsheve, mos i defektin në aspektin praktik. Kur bëhen bashk tek njeriu, atëherë prej kësaj lind çdo e keqe. Pse se dijen vëzër aspektin teorik ta prish, ta shkatron. Që kjo el ghafle shkujdesja, apo e shubhe dyshime. Ndërsa punën, aspektin praktik, ta prish kush? Pasimi i epsheve. E kush janë ata që kanë shpëtuar këtë mes vëzër? Na sqaron Allahu në Kur'an, siratal ladhina an'amta alejhim. Shkon çfarë sqarimin e asjellës Allahu që mos më kanë sigur do këta dy kategoritë e fundit që i përmend fund surës. Në ata që Allahu i ka begatuar me të mira. Sa thot Allahu, ihdina siratal mustaqim. Të mëson çush me elut Allah. Çush me elut ata subhanahu wa taala. Na udhëzo në rrugën e drejtë. Cila është ka kjo rruga e drejtë? Rruga e atyre që kanë shpëtuar vëzë për këtyre dy defekteve. Nga defekti i gafletit edhe nga defekti i pasimit të epsheve. Sa Ibn Kaimi rahimahullah thot, kush janë këta el mun'am alejhim? Kush janë këta që Allah i ka begatuar me të mira? Thot janë ata cilve Allahu ju ka dhanë begati me e ditë ku është haku në aspektin teorik, mirë po, shikone edhe ju ka dhanë thot begati bilin qiyadi ilehim, ju në nështru të vërtetës. Wa itharihi ala ma siwahu amalan, edhe me i dhanë për parësi, jo vetëm me ditë, mirë po ju kanë në nështru edhe i kanë dhanë për parësi ndaj çdo gjëje tjetër në aspektin praktik. Thot wa haulai humul ladhina ala sabilin najah, vetëm që ta janë në rrugën e shpëtimit.